Unë ju informova ju lidhur me seancat që u zhvilluan në grupet parlamentare të Qendrës Djathtë dhe të Djathtës konservatore në Këshillin e Europës, takimin që zhvillova me presidentin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës, zotin Rusopoulos, takimin me delegacionet e disa vendeve anëtare. Por dje në Parlamentin Evropian, në institucionin më të fuqishëm vendimarrës të Europës, në institucionin më të fuqishëm ligjbërës të Europës, në komisionin më të rëndësishëm të këtij institucioni, Parlamentin për Politikën e Jashtme dhe Sigurinë, u zhvillua një seancë e cila është e llojit të vet shumë e rrallë. Një seancë e tillë u zhvillua për Shqipërinë pas përdorimit të dushkut për dhunimin e zgjedhjeve në vitin 2002. Në vitin 2002. Dhe konkludoj me një rezolutë historike për Shqipërinë. Europa është e vendosur që Shqipëria të bëjë zgjedhje të lira. U them shqiptarëve me bindjen më të thellë. Europa është e vendosur të jap atë që meriton të gjithë atyre që kërkojnë t'i privojnë shqiptarët nga e drejta e votës lirë dhe tentojnë të kontrollojnë atyre vullnetin. Dhe ky është një ogur i bardhë shumë për çdo shqiptar, por ky është një ogur i bardhë në çanti për opozitën shqiptare, e cila ishte e pranishme, paraqiti me vërtetësi të madhe të vërtetat lakuriq të realitetit të narkoshtetit Edi Ramës. Dje, në seancën kushtuar Shqipërisë në periudhën parazgjedhore, eksepsion në llojin e vet, nofta e pa zhvilluar ndonjëherë parazgjedhje për ndonjë vend. Por me vullnetin më të mirë që shqiptarët votojnë të lirë. Pati debate të gjëra, pati debate aktive, në të cilat u denoncuan dhe u shpreh shqetësim i madh. Parazgjethash për zgjedhjet. U shpreh shqetësimi më i madh për industrinë e blerjes votës të Edi Ramës. U shpreh shqetësimi më i madh dhe u denoncuan pjesëmarrja aktive e krimit organizuar në krah të Edi Ramës. U denoncua manipulimi i madh me listat, por dhe angazhimi i baronëve të drogës dhe të krimit për të deformuar vullnetin e qytetarëve shqiptar.